Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për ngjarjet e kriminalitetit. 3 atentate, 2 viktima, 4 tragosur dhe vetëm një i shoqëruar deri tani. Nga 18 priti ku ndodhën 2 atentatet e para me një të vdekur, fillimisht atentati i parë në Lezhë, babai i Ram Brahimit, dhe 4 tragosur në Tiranë, mes tyre 2 fëmijëve, po atë natë disa minuta më pas, dhe atentati së dielës në qytetin e Vlorës, ku një person, Renato Hoxha, i 58 vjeç, u ekzekutua pranë shtëpisë së tij. Një person është arrestuar, Eris Mehmetaj deri tani, por jo si ekzekutor, por si person që ka qenë bashkëpunëtor sipas policisë në këtë vrasje, pasi u ka shitur makinën autorëve me të cilët janë larguar pra hidheri. Për situatën e kriminalitetit dhe reagimin e policisë do të flasim me ekspertin e sigurisë, zoti Fation Softa. Zoti Softa, përshëndetje dhe faleminderit. Faleminderit juve. Do ta nisim nga ngjarja e Vlorës. Pistat janë të shumta. Si mendoni që po ecin policia deri tani për zbardhjen e kësaj ngjarje? Është folur edhe për porosi nga Dubai. Ju përmendët që janë 3 ngjarje kriminale të rënda sigurisht, dhe të 3 këto atentate apo ngjarje të rënda kanë një lloj densiteti në raport me kohën për cilën kanë ndodhur, dhe pikërisht në fushatë, në zemër të fushatës. Pra kemi një situatë e cila grupet kriminale apo atentatorët apo ato çfarë kanë për të larë sa po përdorin pikërisht kohë dhe këtë moment gjatë fushatës politike. Atentatori që ka bërë ekzekutimin në qytetin e Vlorës, mënyra e ekzekutimit dhe largimit i tij nga vendi i ngjarjes tregon një qetësi dhe kjo të jep idenë e një personi të stërvitur, të qetë, i cili ishte edhe i kujdesshëm, jo vetëm në mënyrën e maskimit të tij, por edhe në qetësinë e lëvizjes, po dhe mënyrën se si e ulte kokën pikërisht në momentet ku ai kalonte nën ato kamera, të cilet ai kishte dijenin për prezencën e kamerave në zonë. Kjo kamera e cila ka pasqyruar vetëm këtë moment nga atentatori dhe nuk kemi detaje të tjera, dhe fakti që kemi një të arrestuar nga policia e Vlorës për faktin që një automjet e cila e ka ndihmuar largimin e tij nga vendi i ngjarjes është filmuar dhe shkapur nga pamjet filmike momenti kur ka lëvizur në targën e tij normale dhe momentin e ndrimit apo kthimit me një targ tjetër të vjedhur. Gjë që ka identifikuar autorin e mjetit, kanë bërë arrestimin e tij, është marrë dhe bllokuar celulari si prove për të zbuluar dhëna me vlerë për hetimin, dhe mendohet që ai atentator, i cili me siguri ka njohje dhe ka një komunikim me këtë person për cilin është arrestuar, duhet i të larguar jashtë territorit shqiptar. Pistat janë të ndryshme. Ajo çfarë deri më sot po flitet dhe po komunikohet si pistë më prioritare, jepet mundësia që ai mund të jetë i përfshirë në një aktivitet me grupet kriminale dhe porosia mund të ketë ardhur nga Dubai. Unë nuk e lexoj kështu dhe nuk e interpretoj në këtë formë, sipas meje orientoj që pista e mundshme mund të jenë problemet me pronësinë. Meqense të paktën nga pyetja e bashkëjetuesës, ai ka thënë ose ajo ka thënë që në komunikim me të ka pasur një ofertë dhe ka pasur komunikime për shitjen e pronës për arsye të zhvillimit të zonës dhe ai nuk ka qenë dakord me këtë gjë. Ai ka qenë normal në sjelljet e tij, por kohët e fundit ka qenë më i tërhequr dhe më pak komunikues. Atentatori ka ditur shumë mirë orën e daljes, punën që ai bënte dhe ka pritur pikërisht në afërsitë banesës ku ka bërë dhe ekzekutimin. Mungesa e kamerave në momentin e ekzekutimit apo mundësi të tjera ku mund të kemi pamjet e këtij autori kanë bërë një lloj vështirësie, por ai që mbetet sot është dyshimi, por dhe cila pistë mund të jetë më e besueshme. Nëse do flisim për një porosi nga Dubai, do të flisim për një rit përfshirë. Ai deri tani, të paktën nga dhënat policore, nuk është kontingjent policie, nuk ka qenë person me problematika, i regjistruar si i tillë, dhe nuk e di se kush mund të ketë qenë dhe çfarë bashkëpunimi mund të ketë pas. Një person që kryente një punë të rëndomt, në respekt punës sigurisht, të rëndomt kuptimin e interesit ekonomik, punonte roje në një subjekt, që sipas medjave ai e ka lënë për një viti, por gjatë këtij viti çfarë pune ka bërë? Çfarë shtynte atë njerëz të çohesha qerë dhe dilte nga banesa? Ku po shkonte në ato momente? Pra këto ishin disa nga pyetjet të cilët mund të shtrohen edhe grupit hetimor për të ditur pse, gjë që mund të kenë dhe
plotësimin e dëshmisë nga bashkëjetuesja që duhet të di me çfarë pune dhe me çfarë aktiviteti merrej. Telefoni i tij i zbërthyer, nëse do të kemi mundësinë dhe bashkëjetuesi si telefon, pa të gjitha komunikimet e mundshme mund të thellohen dhe mund të kërkohen në brendësi telefonit ose mund të ketë dhe gjëra të tjera që të ketë informacione për çfarë ai dhe me çfarë ai është marrë, që të gjendet një pistë më e besueshme dhe me fakte dhe indicie që të çojnë drejt mundësisë së pistës, drejt autorit mundshëm, përveç pyetjes dhe marrjes me pyetje të një personi të arrestuar, që mundohen ta lidhen me Dubain, ndoshta me jetën e tij që i merrej me shitblerjen e pronave, po pikërisht ky element që ai merresh me shitblerjen e pronave mund të jetë një element lidhës, se mund të kenë interesa pikërisht për zhvillimin e pronës apo zhvillimin e ambientit në cilin ai kishte pronësinë e tokës. Pra si për sa i përket dinamikës dhe motivit, kjo mund cilësohet një ngjarje thuajse drejt zbardhjes, apo mund të ketë ndonjë përmbysje në momentin e fundit. Sekond, mund të ketë edhe elemente të tjerë jashtë këtyre që ne sot po diskutojmë, mund të lindë krejt tjetër një pistë e cila ndoshta mund të lidhet ndoshta edhe me element banal për shembull, por këto element banal nuk më çojnë, po themi tek bashkëtesa, sepse jeta ati vendi nga ai vinte, origjina, ekonomia, nuk është se do ta çojnë këtë person apo ato persona të investuar të bëjnë një investim të tillë, i cili sigurisht ka një kosto. Pra të bësh eliminimin e një personi, do të ketë motive madhore. O probleme që ai ka pas dieni me një ngjarje, o ai është përdorur, po themi si person nga grupet në një moment caktuar dhe mund të ketë folur dhe mund të ketë filluar të flasë dhe ka ndjerë rrezikun ndaj tij dhe i duhet ta eliminonin, ose problemi i kësaj që themi i problemeve të pronësisë. Pra këto do të jenë dy pista që mendoj mund të përqendrohen dhe drejt këtyre mund të kemi zbardhjen duke shkuar drejt indicieve që mund të çojnë drejt autorit të mundshëm. Kjo është edhe një precedent i keq për ata që ndoshta nuk pranojnë ofertën e parë për zhvillimin e pronës. Kjo të kthen dhe të kujton atë atentat që është bërë edhe në Tiranë tek ai biznesmeni i ndërtimit, që pistat ishin të ndryshme kur me një goditje të vetme ato e eliminuan në një distancë të caktuar ku mendoi dhe ashtu doli që është përdorur një armë sniper për eliminimin e tij dhe motivet ishin të ndryshme, por motivi që na çoi më shumë drejt zbardhjes dhe ajo që u zbardh ishte pikërisht motivi i pronës. Pra ishin probleme të konflikteve që vinin lidhur me një pronë në zhvillim apo jo, ku përfshiheshin dhe punojës policie, si e kujtojmë shumë mirë dhe publiku e kujton shumë mirë atë element, atë moment.